Të ngjatjeta uroj të jeni mirë. Ka nisur një javë e re, zhvillimet janë të mëdha dhe unë sot do të përqendrohem në Kosovë, në Prishtinë, tek loçka jonë. Albin Kurti ndërmjet mallkimit të amerikanëve dhe mallkimit të historisë, cila është këshilla ime nga vëllezërit tuaj nga Shqipëria, nga një mik modest i Kosovës, siç jam unë, do të bëjmë një analizë se si është situata në Kosovë, sepse duke qenë që situatat ndërkombëtare janë duke ndryshuar me një shpejtësi marramëndse, duhet urgjentisht kuptojmë se çfarë do të ndodh me ne, çfarë mund të ndodh me ne dhe cilat janë opsionet. Unë jam mik me të gjithë, i dua të gjithë, ju dua të gjithë në Kosovë. Kam folur, kam dhënë opinionet e mia, shpesh janë mirë pritur, ndonjëherë janë refuzuar, ndonjëherë jemi lëvduar, ndonjëherë jemi sharë, por i ka politika këto sigurisht, është fush betejë e egër, por qëllimi është këshilla prej zemre dhe dëshirë që ta shohim Kosovën sa më shpejt, sepse çdo vonesë është e rrezikshme në maj të ëndrave dhe të aspiratave tona kombëtare. Albin Kurti në këtë moment është përballë dy zgjedhjeve apo përballë dy mundësive historike. Përballë mallkimit të amerikanëve, i cili po e rrethon dal nga dal në kuptimin e zemëratës amerikane që synon të aneksoj dhe t'i tregoj kosovarëve dhe shqiptarëve se Albin Kurti po na prish me Amerikën dhe me perëndimin, dhe këtë orkestër po e dirigjon një pjesë e opozitës në Kosovë dhe një pjesë e analistëve dhe të gazetarëve, të cilët janë kundër zotit Kurti. Jemi dhe përballë nevojave konkrete të Kosovës, cila është zgjedhja më e mirë për Kosovën. Jemi përballë aspiratave të popullit të Kosovës, i cili ka derdhur gjak për Kosovë dhe për liri dhe për pavarësi dhe për sovranitetin e Kosovës. Dhe jemi përballë kushteve të reja gjeopolitike në cilat po kalon bota dhe real politikës. Ndërmjet këtyre zhvillimeve, ne duhet kuptojmë se si lëvizin situatat dhe duhet pyesim sot. Çfarë duhet bëj Albin Kurti? A duhet zgjedh mallkimin e shqiptarëve, apo mallkimin e historisë, apo mallkimin e amerikanëve? Apo duhet Kurti që të marrë bekimin e amerikanëve, bekimin e historisë, bekimin e shqiptarëve, bekimin e serbëve, bekimin e Europës dhe të gjithë botës? Në fakt, a është e mundur kjo? A mundet Kurti të kënaqë të gjithë, apo mundet Kurti të prish marrëdhëniet me të gjithë? Të gjitha opsionet janë agresive, janë të vështira. Jemi në një moment të vështirë gjeopolitik, cila mund të jetë zgjidhja më e mirë që mund të bëjë Albin Kurti? Ku luhen kulisat e lojës ndërkombëtare? Cilat janë opsionet për Ballkanin? Cilat janë alternativat e Amerikës në Ballkan? Por, në qoftë se amerikanët duan të tërhiqen apo mund të tërhiqen në të ardhmen, a kanë ata nevojë për një alibi për ta bërë këtë? A duan amerikanët një justifikim për të tërhequr, apo janë duke ushtruar presion për Kosovën që të bëjmë një zgjidhje momentale, më pak të dhimbshme, me garancinë e tyre që të kalojmë më pas me ndryshimin e lojës madhe gjeopolitike, të shkojmë tek ajo që është aspirata më mirë? A është e keqja më e vogël zgjidhja optimale për Kosovën, dhe a mundet dhe a do të na mallkoj historia ne dhe Albin Kurtin që është në krye të Kosovës në këtë moment, nëse bëjnë zgjedhjen e të keqes më të vogël për Kosovën? Po cila është e keqja më e vogël për Kosovën? Cila është e mira e madhe? Cila është e keqja më e vogël? Në fakt, e mira absolute për Kosovën, të gjithë e dim kush është. A mundemi ne ta bëjmë më të mirën e madhe për Kosovën, të mirën absolute për Kosovën, në këto kushte gjeopolitike që gjendet bota? Hajde të analizojmë të gjitha shpejt e shpejt. Përpara se ta bëjmë këtë në mënyrë të qetë, racionale dhe me logjik të thjeshtë, unë do të përpiqem që ta bëj
bisedën shumë të thjeshtuar që të na kuptojnë të gjithë shtresat e popullsisë, edhe ata që i njohin kulisat e politikës dhe geopolitikës, edhe ata njerëzit e thjeshtë. I gjithë debati sot është, do të na mallkoj Amerika apo do të na mallkoj historia? Në qoftë se nuk i bindemi amerikanëve dhe në qoftë se nuk u tregojmë atyre lojalitet, dëshirë për kompromis, dëshirë për pragmatizëm, dëshirë për fleksibilitet, amerikanët do të rrezikojnë të prishin marrëdhëniet me Kosovën. Ku shkojmë në këtë skenar? Cili është skenari? Skenari është shumë i rrezikshëm. Nga ana tjetër, në qoftë se Albin Kurti toleron asociacionin, bashkësinë e komunave serbe, në qoftë se gjykata kushtetuese e Kosovës del me vendimin që duhet të bëjmë tolerim se marrëveshja e asociacionit është në përputhje me kushtetutën me disa përjashtime, të korrigjohen përjashtimet dhe të nisë implementimi. A do ta zbatoj Albin Kurti këtë? Si do të sillemi me këtë? Kush e kontrollon gjykatën kushtetuese? Kontrollojnë ndërkombëtarët apo Albin Kurti, apo de facto dhe de jure ndryshon historia këtu? Amerikanët kanë premtuar se një fleksibilitet i Albin Kurtit, një kujdes dhe një koordinim më i madh dhe zbatim i asociacionit do të sjellë njohjen de facto të Serbisë. Në fakt, juridikisht, a na vlen ne si shqiptar njohja de facto e Serbisë, apo na duhet patjetër një njohje de jure? Amerikanët thonë se ky është momenti gjeopolitik në të cilin duhet mjaftohemi me njohjen de facto, sepse ata kanë planin që të mbajnë Serbinë nga ana e tyre, nga ana e Amerikës dhe Perëndimit dhe Bashkimit Evropian, që të mos shkojë dhe të na flirtojë me Kinën, me Rusinë dhe me rivalet gjeopolitik të Amerikës këtu në Ballkan dhe në botë. Amerikanët i thonë Kurtit mos bëj shfuqizim të marrëveshjeve më pashme pa koordinim me SBA. Mos vendos masat një anshme në veri pa koordinim me partnerët. Mos shko të ndryshosh targat pa koordinim me ne. Mos shko të bërë zgjedhje atje dhe të vendosësh kryetar komuna shqiptar pa koordinim me ne, sepse nuk ishte zgjedhje, sepse bojkotuan serbët dhe Albini shkoi dhe vuri kryetar të komunave serbe, sepse Albini kuptoi që bojkotimi i zgjedhjeve ishte me dirigjim nga Beogradi për të bojkotuar proceset demokratike në veri të Kosovës, për të çuar vendin në gërç, bllokim të sovranitetit, lirisë dhe shkatërim i sovranitetit dhe të mundësisë de jure dhe de facto të qeverisë Kosovës për të ushtruar sovranitetin e saj në veri të Kosovës. Amerikanët i thanë Albin Kurtit mos shko të bësh operacione në policore në veri të Kosovës pa paralajmërim. Amerikanët i thanë shko dhe mos bëj retorika publike kundër aleatëve në publik. Mos u trego jo loajal, trego u fleksibël. Mos shko të marrësh qëndrime radikale, ekstreme ndaj dinarit serb në veri të Kosovës pa u koordinuar në ndërkombëtarët. Kriza në veri pas sulmit në Banjsk. SBA kërkuan zyrtarisht Kosovës që të ulë tensionet dhe të mos reagonte politikisht në mënyrë të nxituar. Qeveria e Kurtit përdori rastin për të forcuar praninë policore dhe për të çuar të ushtruar sovranitetin e qeverisë së Kosovës në çdo centimetër katror të territorit të Kosovës dhe duke refuzuar në një farë mënyrë edhe kërkesat amerikanëve për domosdoshmërinë e gjetjes një kompromisi me serbët. Shkuam pastaj në pengimin e projekteve të koordinuara me SBA, konkluzioni i cili ishte: Shtetet Bashkuara të Amerikës janë kundër sovranitetit të Kosovës, ishte pretendimi indirekt i zotit Kurti. Në fakt, a janë Amerikanët kundër sovranitetit të një shtetit të cilin nga hapën luftë për ta krijuar vetë? Është e vështirë pa kjo të kuptohet. Problemi është dhe pyetja e madhe është: çfarë po luan Amerika në këtë moment? A është ajo e gatshme t'i jap Serbisë atë që nuk i meriton për t'i marrë shqiptarëve që i ka në xhep, sepse i ka aleat të palëkundur,
duke i marrë atyre për hatër diçka që atyre u takon dhe t'ja jap Serbisë që nuk i takon, diçka që nuk i takon, me shpresën që ta tërheq Serbinë nga Rusia dhe nga Kina, dhe për t'i marrësh Serbisë diçka që amerikanët e dinë se ajo nuk ka për t'ia dhënë kurrë. Sepse amerikanët janë të vetëdijshëm se Serbia kur nuk ka për t'i dalë shpirti nga Rusia dhe nga Kisha Ortodokse ruse. Është histori e mbyllur, kjo është mira vjeçare historike. Atëherë, çfarë po bëjmë dhe cili është ngërçi? Kurti thot me të drejtë, unë po zbatoj kushtetutën, ligjin, sovranitetin e Republikës, do të çoj ushtrinë, do të çoj policinë, po s'deshën të bëjnë zgjedhje, nuk ma bllokojnë ata dot mua veriun e Kosovës, nuk ka dinar në tokën time do përdoret. Eurotargat janë në Kosovë sepse është Republika e Kosovës. Amerikanët po i thonë, na jep ne mundësinë që ne të kemi hapësirë t'i bëjmë presion Serbisë, duke i treguar Serbisë se ne ja dolëm të bëjmë presion ndaj Kurtit dhe t'i themi atij që zbatimin e kushtetutës të ligjit dhe të sovranitetit të Kosovës do ta bëni në mënyrë graduale, në mënyrë që edhe amerikanët fitojnë kohë në presion kundër Serbisë për ta tërhequr atë nga boshti, nga ku nuk kanë për të mundur ta tërheqin kurrë, por është një kohë gjeopolitike që i duhet Amerikës. Dhe nga ana tjetër, Amerika i thot Kurtit të zbatoje ligjin, po zbatoje me faza, me lajmërim paraprak, me angazhim me aleatët, me komunikim me komunitetin lokal serb atje dhe me një kohë tranzicioni duke evituar imponimin e menjëhershëm të ushtrimit të sovranitetit. Fleksibiliteti nuk është shkelje e ligjit, thon amerikanët, por shmangje e veprimeve të menjëhershme dhe të befasishme, të cilat mund të prishin skemën tonë, thon amerikanët, për situatën në veri të Kosovës. Logjika amerikane, zoti Kurti, është ata nuk po i thonë Kosovës hiq dorë nga drejta jote, por po i thonë hiq dorë nga versioni yt maksimalist, sepse në këtë moment nuk është i realizueshëm në praktik dhe mundet të ndikoj që ne të djegim edhe atë minimum që kemi fituar me ndërhyrjen dhe intervenimin e Amerikës dhe të NATO-s. Mesazhi indirekt amerikan cili është: idealet maksimale nuk janë të arritshme në këtë moment. Loja gjeopolitike botërore ka ndryshuar dhe pa fuqi ushtarake dhe pa fuqi gjeopolitike dhe mbështetje absolute ndërkombëtare nuk mund të arrish asgjë. Nëse Kosova, thon amerikanët, po e thon trosh me në tekst, këmbgul në idealen e saj, rrezikon të humbas mbështetjen e të vetmes fuqi që garanton ekzistencën. Bukur shumë. Amerikanët po thonë gjithashtu më mirë një kompromis i papërsosur, por i sigurt, sesa një përballje që mund të sjellë izolim ndërkombëtar, humbje terreni ose rikthim të status quo-s ndërkombëtar. Pra, jo sepse zgjedhja amerikane është e drejtë, zgjedhja amerikane apo imponimi në këtë moment amerikan është i padrejtë dhe për këtë janë të vetëdijshëm vetë amerikanët. Por sepse e vetmja real politik që mund të sjellë një formulë funksionale është që të mbajmë në krah rahatët tanë në këtë oqean të trazuar dhe shumë të rrezikshëm të lojës ndërkombëtare. Këtu na lind një pyetje e madhe. Çfarë e bën të sigurt një kompromis të keq? Pra, a mundet një kompromis i keq të jetë një zgjidhje e sigurt? Asociacioni është bosnjëzimi i Kosovës dhe guzhda e fundit tek arkivori i Kosovës. Dhe Amerika po të kërkon që ne të lëshojmë terren në nivel të zbatimit të tij. Çfarë garancie kemi ne nesër që Amerika të mos tërhiqet nga Kosova? Është pyetja më drejt për drejt që mund ta bëjmë. Pyetja është thelbi i frikës strategjike të Kosovës. Si mund të quhet i sigurt një kompromis që duket i rrezikshëm dhe që varet
nga vullneti i një superfuqie gjeopolitike e cila nesër mund të braktisë dhe mund të largohet nga Ballkani sepse i ndryshuan loja e saj gjeopolitike. Pyetje e madhe. Është tërhequr poshtë tërhequr në Vietnam. U tërhoq dhe e la Vietnamin, momentin që e pa që duhet tërhiqet. 20 vite luftë në Afganistan, u tërhoq nga Afganistani, nuk duhet të jem më. Tani do të kthehet prapë. Tani thon kinezët s'ke për të kthyer më se jemi ne. Çështja është të zhvishemi nga iluzionet të gjithë palët dhe të shohim të vërtetën në sy me qetësi, me kujdes. Asociacioni si kompromis i keq. Po është e vërtet, nëse zbatohet si Republika Srpska, është bosnjëzim dhe minon funksionalitetin e shtetit. Por amerikanët çfarë po thonë? Kjo nuk është një zgjidhje finale, por një çmim për të ruajtur praninë dhe njohjen ndërkombëtare të Kosovës në këtë fazë të rrezikshme që po kalon bota. Cili është argumenti amerikan në këtë moment? Argumenti e amerikanëve në këtë moment është, edhe nëse është e padrejtë zgjedhja me asociacionin, pa këtë nuk ka tërheqje të Serbisë dhe nuk ka njohje de facto të Serbisë, që do të thotë nuk ka lëvizje NATO dhe OKB. Amerikanët në mënyrë indirekte janë duke thënë, siguria për Kosovën nuk vjen nga të qenit i marrëveshjes e drejtë, por nga raporti i forcës në teren. Pra, një kompromis sipas amerikanëve nuk është i mirë, është i menaxhueshëm për sa kohë amerikanët vendosin qendrën në Ballkan dhe në krah të Kosovës, Serbia mbahet në kontroll nga SBA, BE dhe NATO, Rusia është e kufizuar në Ballkan dhe Kina është e kufizuar në Ballkan dhe shqiptarët ruajnë miqësinë strategjike me Washingtonin. Kjo është e vetmja formulë që Washingtoni dhe Amerika ofron për të ruajtur garancinë minimale për një marrëveshje të keqe siç është asociacion. Pyetje tjetër e madhe, apo tërhiqet Amerika? Po, Amerika po tërhiqet në shumë vende të botës. Sepse Amerika ka shumë dosje. Ukraina, Izraeli, Tajvani, Deti Kuq, Irani, Afrika, Gaza, Lindja e Mesme, Afrika e Veriut. Ballkani në këtë moment është prioriteti i ulët. Dhe këtë e din të gjithë Washington dhe Beograd. A mundet Amerika të tërhiqet nga Ballkani? Është shumë e vështirë të tërhiqet Amerika nga Ballkani për dy arsye kryesore, jo sepse ne kemi dëshirë. Ne kemi dëshirë që të vijë Amerika dhe t'i bëjë gjitha punët për ne, dhe të na ruajë ne dhe ne vetëm bëjmë qef. Por Amerika nuk është, fatkeqësisht nuk është shoqat humanitar. Dy arsye kryesore strategjike pse Amerika nuk tërhiqet. Një, bon stilli është në Kosovë, ka dhe tashmë bazë në Amerikë, në Shqipëri, Kosovë. Dhe prestigji amerikan, që është shumë i rëndësishëm në dominancën e saj të hemisferës perëndimore apo në dominancën e saj të dominimit të planetit. Prestigji amerikan, tërheqja nga Kosova, do të shihet si humbje dhe tradhti ndaj një projekti që ata kanë investuar me të gjitha fuqitë e veta. Cili është rreziku i vetëm? Rreziku i vetëm është të humbasim Amerikën. Po, për këtë bjem dakord të gjithë. Pra amerikanët mendojnë, Kosova nuk e ka luksin, në këtë moment shumë të rrezikshëm që po kalon bota, që ne të humbasim Amerikën në këtë lojë të madhe. Cila është alternativa ndaj një kompromisi të keq? Në qoftë se ne nuk e pranojmë të keqen më të vogël sipas Amerikës, çfarë do të ndodhë? Statusi i Kosovës ngrin për një 30 vjet, nuk ka OKB, nuk ka NATO, nuk ka më njohje të reja. Veriu destabilizohet dhe mund të kërkojë autonomi territoriale, SBA nis e tërhiqet gradualisht dhe BE dominon me politikat mjegullta bosnjake. Një lloj si lëmshi i Bosnjës. Pra, kompromisi nuk është i sigurt në vetvete, por është versioni më pak i rrezikshëm në kushtet e botës së re dhe kushtet aktuale të forcës, ekuilibrave reale të forcës në teren. Përgjigje për të gjithë ata që thonë po na hik Amerika dhe po na prishni me Amerikën. Miqtë e mi të dashur në Kosovë, vëllezërit e mi dhe motrat e mia,
Amerika, nëse do të tërhiqet, nuk ka fare nevojë për një justifikim as për një alibi. Në qoftë se do, ajo e bën këtë dhe nuk pyet fare për ju, as për mua, as për ne të gjithë. Pra, këtu na lind një pyetje tjetër që e bën opozita apo që e bën çdo kush që e heton këtë situatë. Na ikën ekuilibri, vendoset një situatë e re, përballë një situatë e re, Amerika tërhiqet, Kosova nuk ka forcë dhe Kurti del dhe thot, po, ne na shiti Amerika. Bukur shumë. Kurti tani është përballë dy zgjidhjeve. Mallkimi i historisë, sepse ai e di që nesër do ta mallkojë historia e shqiptarëve, çfarë do që të ndodhë, ra Amerika, u ngrit Amerika, ndenjë Amerika, vazhdoi Amerika, shkatërimi i Kosovës dhe i çështjes kombëtare i ekspozohet vazhdimisht mallkimit të historisë dhe të brezave. Dhe Kurti bën këtu kujdes. Nuk e di nëse Kurti beson në këto mallkimet, po flas në kuptimin në dimensionin moral të gjës. Kurti ndoshta nuk beson fare te këto mallkimi i historisë, mallkimi i tashmes, i të ardhmes, Zoti, profeti, e mira, hyjnoria. Kurti ka bindjet e veta, nuk më interesoj natyrë si lider shteti ose çfarë beson. Por i referohem mallkimit jo si koncept i ritualeve të shtrigave, por si koncept i moralitetit dhe gjykimit dhe historisë si gjykatë supreme e të drejtës nga e vërteta. Këtu jemi në pyetjen, Kurti do të pranojë mallkimin e historisë apo mallkimin e amerikanëve. Kurti duhet në fakt i evitoj të dyja. Një, sepse mallkimi i historisë është vulosje e tradhtisë ndaj çështjes kombëtare dhe unë nuk besoj se Kurti do ta bëjë këtë. Dhe e dyta, mallkimi i Amerikës është goditje ndaj Kurtit dhe ndaj vetë Kosovës dhe mund të na çojë tek mallkimi i historisë, sepse në oqeanin e trazuar të luftës së kombeve, ku gjithçka vendoset nga balanca ushtarake në terren, forcën e përcakton ushtria, terreni, armatimet, atëherë ekuilibrin e forcës në këtë moment, vetë Kosova e ka ndërtuar në mënyrë të tillë që ardhmja strategjikisht e Kosovës të jetë e bazuar mbi aleancën me një fuqi madhore siç është Amerika. Përrjedhoi, mallkimi i Amerikës ndaj qeverisë Kurti është përrjedhoi mallkim ndaj i historisë në të ardhmen, sepse de facto dhe de jure humbja e mbështetjes amerikane çon në humbjen e çështjes kombëtare shqiptare dhe në të drejtën e Kosovës. Pra, Kurti për të bërë ekspozuar forcën e tij duhet të ketë ushtri efektive të fortë, nuk e ka. Nuk e kontrollon qiellin, as tokën. Qiellin e kontrollon Serbia. E pat paradën atje në Serbi se çfarë tregoi se ku i ka marrë armatimet. Në qoftë se nuk e bon stillin, nuk e NATO-n, je komplet jashtëlojë. Dhe treta që është më e rëndësishme, Kurti dhe Kosova nuk kanë ekonomi strategjike, sepse edhe këtu në Shqipëri, edhe atje në Kosovë, nuk na kanë lejuar në shqiptarëve që të kemi ekonomi strategjike. Lojë e madhe e Serbisë dhe armiqve të Shqipërisë historik. Apo ndërton Albin Kurti një narrativ për të larë duart më të vonë dhe për të thotë, shiko, unë nuk i pranova kompromiset e padrejta, Amerika u tërhoq se kishte qef të tërhiqej, edhe sot para 2-3 ditësh e ka thënë Albini, unë nuk bëj vlla kompromis me ligjin, kemi dëshirë të ruajmë marrëdhënien me Amerikën, unë nuk i bindem dot Amerikës në shkelje të ligjit dhe sovranitetit të vendit tim. Amerikanët thonë, se janë edhe ata dhelpra, thonë, ne nuk po i kërkojmë ligjit Albinit që të shkel ligjin dhe sovranitetin, se ne jo dham shtetin të keni sovranitet, pa ne nuk do ta kishit fare. Por ne po i kërkojmë fleksibilitet. Çfarë do të thotë fleksibilitet? Dridhe like me lesh fabrike, themi ne këtu në Shqipëri.
Që do të thotë, dridhe nga i qiko, kur na jep mundësin t'i bijem kërbaç atit. Jam fajtor unë, thot Albini, tërhiqe mu, thot Albini, por nesër në qoftë se tërhiqet Kosova, nuk ka për t'i thënë kush Albini ti jetë raftar se u tërhoq Amerika në falë. Kur ti do dalë do t'i thot, Amerika fuqi madhore, u tërhoq ju la ju shiti. Unë isha heroj, i cili e mbajti Kosovën, nuk pranoj të shitet Kosova, nuk pranoj zbatimin e asociacionit, Amerikanët në tradhtuan, iku Kosova. Në fakt, vllai im Albin, a mundet ne dhe a duhet ne të shikojmë më e rëndësishme për shqiptarët është të ruajmë Kosovën, apo të gjejmë ti vërtetojmë kosovarëve dhe shqiptarëve që ti je hero? Le ta supozojmë, i dashur Albin, që ju jeni heroi që nuk doni ta shisni Kosovës. Dhe unë jam shumë i prirur për ta besuar këtë. Unë jam i prirur për të besuar çdo shqiptar që lufton për Shqipëni e Kosovë, pavarësisht se në politik lojrat janë pak më të ngatëruara se që duken. Le ta supozojmë, vllai im Albin, se ti je hero dhe ne ram dakord për këtë. Dhe në të njëjtën kohë Amerika u tërhoq. Çfarë ndodh me Kosovën? Humbëm Kosovën dhe fituam heroin Albin. Heroin Albin, ku do ta çojmë nesër? Kush na e bën exchange? Bitcoini sot shkon ke ku ta thysh. Dollari ka rënë, po shkon ke ku ta thysh. Euro ka rënë, po shkon në exchange e këmbën. Dërzo euro merr lek shqiptare. Albini është hero që nuk pranoi, po ne humbëm Kosovën. Ku me shkëmby këtë? Këtu duhet të bëjmë një kujdes, Albin, dhe unë, vllai jot nga Shqipënia, nëse e pranon, t'jap këshill si të ruhesh nga mallkimi i historisë, të ruajmë Kosovën dhe të ruhemi nga mallkimi amerikan. Popullit nuk i intereson fare, unë mbrojta sovranitetin, Amerika na shiti, unë jam lideri i fundit i vërtet i Kosovës, unë jam Skënderbeu i gjallë, unë jam Adem Jashari. Këto janë të bukura shumë dhe shumë të mira për të qenë të vërteta, por në mungesë të Kosovës, popullit kosovar këto nuk i duhen hiç. Populli duhet mobilizohet pa iluzione. Në qoftë se humbasim Amerikën, ham mallkimin e Amerikës, Serbia na e kafshon veriun, iku veriu i Kosovës. BE-ja imponon autonomi funksionale, Rusia, Kina kthehen me ndikim Ballkan, Kosova shndërrohet si Bosnia ose si Maqedonia e Veriut, ushtria e Kosovës mbetet simbolike, NATO shndërrohet në vëzhguese. Këto skenar janë realist për Kosovën. Forca vendos gjithçka, i dashur Albin, jo idealizmi. A shpëton fakti që ju jeni një hero Kosovën? Ideali juaj, zoti Kurti, në rast se SBA largohen, përfundon në një boshllëk dhe territori hyn në një treg të ri gjeopolitik, ku fiton ai që ka forcë ushtarake dhe ekonomike më të madhe. Dhe në këtë rast e ka Serbia. Tashmë të shkojmë tek këshilla. Ta të i kalojmë pjesën e gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese dihet që do të ruaj një lloj balance, do të vendos tashmë, do të qeverisë vetëvendosja, apo do të kaloj formimi i qeverisë tek një parti tjetër, apo do të kalojmë në zgjedhje të parakohshme. Le të bëhen zgjedhje të parakohshme, sigurisht nëse është nevojshme. Konstituimi i Kovendit, pakicat, listat serbske, si do zgjidhet ngërçi, vonesat, kaq muaj, janë shumë para dhe shumë vendime ndërkombëtare që nuk janë duke u marrë. Pra, gjykata kushtetuese pritet përcaktoj nëse mandati i formimit të qeverisë mbetet tek Kurti apo tek të tjerët. Le ta shohim se si do të shkojë kjo. Tani, le të shkojmë pak tek zgjidhja optimale që unë
do t'ja sugjeroja zotit Kurti në mënyrë që të shohim me racionalizëm, të jemi racional, të vërtet dhe konkret. Për të shmangur mallkimin e historisë dhe mallkimin amerikan pa e shkelur ligjin dhe pa djegur aleancën dhe pa krijuar Republika Srpska, duhet të shkojmë tek doktrina ligj, aleat dhe politik. Doktrina ligj, aleat dhe politik e përkthyer në dy fjalë të vetme është po asociacionit, jo bosnjëzimit. Si realizohet kjo? Ligji i pari, çfarë do të thotë kjo? Dërgo draft asociacionin kushtetuese, ligj kushtetues, lex specialis me 9 vjet kuqe, pa kompetenca ekzekutive, pa veto etnike, pa nivel të tretë pushteti, pa polici, gjykata, arsim të ndara, financim transparent, auditim shtetëror për asociacionin, zhbllokim me shumicë të kuvendit në rast abuzimi. Aleat në tavolinë, doktrina numër 2. Prano zbatim të asociacionit vetëm me një side letter, letër ansore, të nënshkruar nga SBA dhe BE, që garanton 1. Jo bosnjëzimit të Kosovës, 2. Kfor afatgjat, C. Sankcione automatike ndaj Serbisë për shkelje, D. Sequencing, çdo hap i asociacionit lidhet me hapa reciprok, energji, dokumente, targa, zgjedhje legjitime në veri të Kosovës. Politike matur, Komision i përbashkët i zbatimit Kosovë, SBA, BE, përfaqësues serb lokal. Me afate të përcaktuara 90 ditë, 30 ditë, 90 ditë, 180 ditë dhe me raporte publike mujore të cilat tregojnë zbatimin e këtij plani. Deeskalim në terren, siguri pa provokime. Dhe kështu i kemi plotësuar kushtin dhe dëshirën amerikanëve. Që do të thotë ulje graduale e pranisë speciale, rritje e patrullimit dhe patrullimeve të përbashkëta me KFOR-in dhe ULEX-in, zgjedhje të reja në 4 komuna me prag legitimiteti tek 30%, me prag legitimiteti pjesëmarrje pra, dhe me garanci të rendit. Ekonomi plus shërbime para simboleve, pra shërbimet për komunitetin serb në veri dhe ekonomia të jenë më të rëndësishme se sa simbolikat, hap projekte në veri, rrugë shëndetësi, grante biznese, që menaxhohen nga komunat brenda ligjit të Kosovës. Dhe dinari kalon me periudhë tranzicionit të dakorduar në euro. Mandat demokratik plus narrativ. Mandati i freskët, opsional por i fuqishëm, zgjedhjet parakohshme pas vendimit kushtetutës, ose referendum këshillimor gjithë kosovar për vijat e kuqe, jo vetëm për asociacionin, por për modele që e bëjnë atë të parrezikshëm. Mesazhi publik, sovranitet përmes ligjit, jo përmes befasive. Kompromis i kontrolluar me garanci amerikane të shkurtuara dhe verifikim kushtetues ose rishikim pas 5 viteve i projektit. Pse kjo e shpëton Albin Kurtin nga 2 mallkimet? Para SBA-ve tregon besueshmëri strategjike, koordinim, faza dhe transparencë në mënyrën më të qartë mundshme. Para historisë tregon se Kurti ka punuar për të vendosur një kornizë juridike që e bën të pamundur bosnjëzimin dhe lë dalje emergjente që quhet sunset plus rishikim në rast se ndryshon situata në të ardhmen. Para qytetarëve lidhim çdo lëshim me fitime të prekshme dhe garanci të shkruara, ndërsa kompromisi i kontrolluar ligj garanci afate ose e shkruar me 2 fjalë, po asociacionit dhe miqve amerikan, jo bosnjëzimit Kosovës. Kjo është formula dhe këshilla nga vllai yt nga Tirana, Krishnik Osmani, kreu i lëvizjes Adheu, me modesti, ky është shikimi dhe mendimi im. Na duhet Kosova, vllai im Albin, nuk na duhesh ti hero, sepse
Ti hero është shumë e bukur dhe ne e shijojmë shumë të qenit tënd hero, por të qenit tënd hero pa Kosovën ne nuk kemi ku ta shesim, as nuk kemi ku ta përkthejmë në asnjë këmbimare në fushën, në tregun ballkanik dhe në tregun ndërkombëtar. Kështu i dashur Albin, i ke hequr çdo alibi amerikanëve për të goditur ty, ke dal i lar para popullit dhe përpara historisë, ke shpëtuar nga mallkimi i historisë, ke forcuar veten politikisht brenda dhe ke forcuar automatikisht betonizimin e marrëdhënieve me aleatin strategjik SBA, të cilët janë garantori i vetëm i ekuilibrave të fuqisë në kushtet armatosjes ekstreme nga Kina dhe nga Rusia të Serbisë, dhe në kushtet e armatosjes ekstreme të gjithë armiqve historik të Shqipërisë në rajon dhe në kushtet e reja gjeopolitike tepër të rrezikshme që po kalon vendi. Kështu të fitojmë ty, fitojmë Kosovën, fitojmë amerikanët dhe i tregojmë të gjithëve përgjigjen e duhur, i çojmë të gjithë. Çdo lloj alibie tjetër për të mos shkuar në një kompromis, i dashur Albin, do të ekspozoj absolutisht drejt mallkimit të historisë dhe të Amerikës, sepse Amerika nuk do të ta falë që ti nxjerrësh amerikanët dhe ti përfiturosh ata për shqiptarët si një alibi se ti je heroi dhe ata po na shesin, dhe historia nuk do të mallkojë, sepse ti do të ruash Kosovën dhe do të dalësh heroi që bëri zgjedhjen më të mirë në kushtet më të vështira. Kaq kisha për sot. Zhvillime të tjera të mëdha janë duke ndodhur. Ju përshëndes Kosova, nëse e shikoni të arsyeshme, mbështeteni këtë kanal, nëse shikoni se këtu ke kjo që unë po bëj, ka diçka me vlerë, mbështeteni kanalin, bëni subscribe, çojani pjesës tjetër shqiptarëve të dëgjojnë videot. Këto ishin zhvillimet e sotme, do të ketë zhvillime të tjera të mëdha në botë, në arenën ndërkombëtare këtu në Shqipëri, por ju si gjithmonë e dini, ato do t'i themi në numrin e aq.